Mirëmëngjes, po telefononi nëse nuk di, nëse kemi pasur një bisedë me video call. Dhe ju lutem kur telefononi në këtë numër nga aplikacioni WhatsApp dhe telefononi tek opsioni i videos, jo i telefonatës. Gjithsesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Zotri. Po ja më heqim që ja bën një zhurmë. Ju dëgjoj me vëmendje, do ta heqim edhe zhurmën. Po, se bie telefoni tjetër që ju merr juve vetë kolli bie tek unë. Po tani linjë telefonike është, edhe mund të ndodhi. Po më thuaj, ju dëgjoj me vëmendje. Ja, filloj prap, gjithsesi. Më thuaj. Buxheti është rritje, problemi nuk është sepse Shqipëria nuk ka të ardhura. Problemi është që Shqipëria ka shumë të ardhura për popullsie. Ashtu siç ka ujin, ashtu siç ka malin, ashtu siç ka natyrën. Por kush problemi atëre? Puna është se si ne i menaxhojmë këto. Puna është që si i menaxhojmë. Si i menaxhojmë. Po. Ma kupton? 8.8 miliard është 2 herë, edhe pak më shumë nga 2 herë me buxhetin e 2013-s. Atëherë, çdo gjë mbatet me këtë buxhet. Në qoftë se 2013-ën kanë qenë X rrogat, a janë shumëzuar në 2, me që buxheti është fiquar. Në qoftë se rrogat kanë qenë 400, duhet jetë 800. Në qoftë se pensionet kanë qenë 200, duhet jetë 400. Kështu mbatet edhe investimet në bujqësi, edhe investimet në industri, pra gjithçka. Këtu ne stonojmë shumë, sepse është ajo shpërdorim i madh, vjedhjet e pakufishme, pa limitueshme dhe pa kontrollueshme. Dua të pyes se më kujtua, Zotri. Janë shumë dhja vazhda? Ndjes. Do të pyes pak se më kujtua edhe thash ta diskutojmë te kjo çështja e pensioneve. Sepse dje në kuvent pash që bën llogari edhe zoti Balla për këto bonusin e përmuajshëm atëherë rritje, nuk di si ta quajmë, bëri llogari edhe zoti Tauland Balla dhe zoti Rembraçe, që është i kësaj fushë dhe gjithmonë ka ngritur zërin. Mirë, po të dy në fakt, edhe zoti Unë e bëra llogari me pensionin tim. Jo, po thjesht duhet të them vetëm diçka për ata që na ndjekin. Po, e bëjmë edhe atë, të lutem, por thjesht të dy morën shembull dhe bën llogarinë zoti Braçe edhe me kartë monedha për atë që ishte rritja më e madhe, pra me 1.800 lekë apo me 18.000 lekë. Nuk e morën me atë që është rritja më e ulët me 600 lekë apo me 6.000 lekë të vjetra. E bën llogarinë vetëm me 18.000 lekë të dy. Dhe ajo llogari është shumë e saktë e të dyve, nuk diskutohet. Për ata që e përfitojnë atë rritje, po janë në atë kategori. Po, marrin pensionin e plot, por nuk e bën llogarinë me invaliditetin, me pensionin familjar, që është me 6 edhe me 7. Pardon? Është pensioni plot dhe pension urban. Eksakt. I plot urban, i pjesëshëm urban, e tjera. Janë hata. E dyta mua më futet një linjë telefoni tjetër, stacion tjetër. Gjithsesi dëgjoj. Po. Gjithsesi të lutem. Po. Edhe po të them një gjë. Që unë bëra llogari pensionin tim. Unë bëra pensionin tim llogari. Ju dëgjoj, pensioni rritet në 4 vjet. Ne thoj pa. Rritet 30%. Në 4 vjet mua më rritet pensioni 30%. Do të thonë unë marr 60.000 lekë plus, 60.000 lekë plus në pensionin tim. Në çfarë kategorie pensioni jeni? Po, këta më mirë, po mos ta bëre evazive këtë punë, mendimi u shky. Po? Që ta bëjnë me përqindje vjetore. Do të thonë, në vitin e parë. Pensionet për zonat rurale rritet 10%, për zonat urbane rritet 15%, për këto rritet kaq. Është saktë, edhe populli kupton më mirë. Kështu këta lën hapësirë për evazivitet. Eksakt. Mirë. Për sqarim të njerëzve. Edhe për sqarim marrin shumë më të madhe, nuk marrin më të vogël. Faleminderit.